javë të fundit, organizativ e publik për betejën brenda LDK-s ka të kaluar çdo angazhim elektoral që kemi pasur në këtë kohë. Shpesh pyes veten ku do të ishim si parti, sikur të angazhoheshim kaq shumë në zgjedhje nacionale. Sikur gjitha këto kapacitete për mbledhje në shkrimesh, luftë mediatike, ndërtimesh, narracione shkiftive, sikur e gjithë kjo energji do të drejtohej në fushat elektorale për LDK-n. T'jeni sigurt se as ky kuvend e as ai parati nuk do të kishin ekzistuar asnjëherë për LDK-n. Do të doja që një energji të tillë pozitive natyrisht, jo kundër njëri tjetrit, ta kisha parë edhe në fushat. Por që në fushat refuzohet dhe pjesëmarrja në Këshillin e Përgjithshëm të partisë, të njëjtin që e kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që e kemi respektuar vetë, të njëjtin që e kemi votuar vetë. Dhe kur në fushat refuzohet pjesëmarrja edhe në kolegjiumin e degëve, të njëjtin që e kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që e kemi respektuar vetë, të njëjtin që e kemi votuar vetë. Kur në fushat refuzohet pjesëmarrja në betejën e partisë, e pasaj kërkohet përgjegjësi, unë e refuzoj këtë logjikë. Ndjej vetëm keqardhje. Dhe në këtë keqardhje më duhet të ruaj edhe dinjitetin tim. Nuk mund t'jap përgjegjësi dikujt që refuzon pjesëmarrjen në organet e vetë partisë, që refuzon betejën më të rëndësishme që mund ta kemi, zgjedhjet nacionale, teksa fërkon duart për një rezultat të keq, për të nisë sërish edhe një herë për catën herë referendin e njëjtë. Përgjegjësi i jap vetëm atij aktivisti, atij veprimtari, atij delegati që ishte në terren secilën ditë. Atij që trokiti në dyrë, bindi qytetar, mbrojti LDK-n çdo debat, në çdo studio, mbajti barrën e fushatës bisupe dhe nuk u dorëzua kurrë edhe atëherë kur rezultati i rënoi gjithë mundin për një herë. Atyre, dhe vetëm atyre, ku kemi borx LDK-n, lakmitarëve të karrigave e pozitave vetëm për balljen vlerore deri në fund. Po ashtu, duhet të them se jam thellësisht i zhgënjur dhe njëkohësisht i shqetësuar me gjuhën publike të zhvilluar nga disa gjatë javëve të fundit. Edhe betejë demokratike ka një standard, një bazë, një vlerë. I thon kulturë institucionale, diçka me të cilën jemi mburrur gjithnjë. Gjuha e urrëties, nxitja e shpifja publike kundër partisë sonë, kundër njerëzve tonë, nga vetë njerëzit e LDK-s, as nuk ka qenë kulturë jona politike, e as shkollë e mendësisë rrugoviane. Në mendësinë rrugoviane nuk shpifet. Në mendësinë rrugoviane nuk akuzohet, pa as një provë të vetme. Sekretari i partisë pëndon pozita ministrore për 355 delegatët e kuvendit të tij. Pyetem sinqerisht se sa i thellë duhet jetë mbledhja individuale për shpërftyruar dhe në këtë mas një raport njerëzor me dikë me cilën ke ndarë vite beteja e sfida. Sa larg duhet këtë shkuar hidhrimi e sa i madh duhet jetë dëshpërimi që për një qëllim krejtësisht personal të jesh i gatshëm të shpifësh pa asnjë kufi, pa asnjë fakt e asnjë ndjenjë përgjegjësie. Dhe me qenë se jemi këtu, siç dhe më njeni, me lejoni të betohem në Zot, në dhe, në familje, 3 gjëra që i konsideroj më të shenjta, se asnjë nga këto fantazi nuk kam pasur vend në shtëpinë tonë politike. Për këtë dëshkumitar